Si e ke emrin? Unë kam emrin Luan Laboti. Po, Luan. Jam në fshati Manasur. Po, ja ta dëgjon. Kemi kaq i vite pa rrugë, pa drita. Çat tremond. Nuk di. Tani hajde pak me mua. Fshati jote është ai atje? Ja ku ishte. Ai përball. Po, përball. Ai përball është fshati jote. Po. Tani atje s'keni as rrugë, as ujë, as As drita. rruga, as drita. Pra ju jeni njësoj si fshati Jasgjia. Ma keq. Pse më keq? Me keq për arsye. Ha. Në kohën e fushatës kemi 4-5 vjet, Po. boni rrugë. Çat tremund ty 3 maune, 3 kamiona granil. Ne po kërkojmë për gjysmën tjetër të fshatit që të shtrohet. Po. Kjo maroj, ne kemi frikë të kërkojmë për këtë tjetër, se maroj. E bëjnë sa për fushat, edhe ku shtrojnë A rrugë. mbaroi edhe ajo që ushtrua? Por maroj ka dalë fare me cizme. Po qëllimi ish këtu. Edhe ku shtrojnë rrugën, këto e shtrojnë 300 metra, 500 metra. Ka stile vetëm për fushat. Vetëm për fushat. Fshati nuk flet, Po pse nuk flet po fshati? nuk flet se pun parti, s'kam frikë. Ashtu ka vajt puna. Ore, po pse duhet kesh frikë mos se nuk kuptoj. Ore, unë vetë, Ju kërcënojnë, ju bëjnë presion, këto asi. që jenë punë, jenë djera për punë tu. Firmosin në 30.000 lekë vjetra. Në komunë. Në 30.000 lekë vjetra në komunë. Ato ndihmën ekonomike. Po, ka frikë se e heqin. Po, shumica nuk flet. Ja, ato që ishin këtu që ikin, ishin fshati im. Janë pa rrugë, janë makejt në tje. Shkoni e verifikoni, po Do shqe shkojmë me kjo një pjesë, mbas edicionit, do t'i shohim çdo fjalë tënde do ta dokumentojmë me pamje. Po, ish me provë, me fakte. Ku di jo, nuk dim na ta nisim. Këtu vaj nuk shkon. Plenat janë qiell. Çmimet. Po, plugimet 25.000 lekë dylymi. Freza 20.000 lekë dylymi. Targurat një familjari nuk ma merr mendje 2 milion lekë vjetra. U shjeti familje me 2 milion lekë vjetra? Po ku, në muaj? Në muaj, Vitra, në që vit. në muj, ku dirë? Ne t'jemi në muj. Thot kryeministri bëuni bashkë, bëni kooperativa, thot. Kryeministrit vitë qofi e vendin, qofi e rrugë, mos i qojnë ato të botës në për Durrës, në për Vlorë, po të vitë qofi e fshatrat. Unë ka frikë se nuk e di në bi ballagati, kryeministri. Se me sa duket e në kërë bi për fushat e bi tjerë, se nuk e di, se ta zbresës në Pekina për lushe nuk i gjenë dot. Po, sa i gjenë telefon të me. Po që gjene s'ka, as, nuk ka këtu. Tani në Peqin ankojshin se Lushe i ka rrugët më të mira, ne jemi cop-cop. Jemi më Vim në keq. Ballagat, ankojni. Ore, ç'a bëhet këtu? Me fshatrat. Edhe vetë nuk pa e marrën vesh. Po, Jo, sa da qehe këtu, atë ma jahu. nuk pa e marrën vesh. Këtu është, që të mund të katastrofë. Telet e korrentit, jemi pa korrent, pa drita. Nuk vjen fare apo vjen? I hen 3 ditë i ke dritët e figura. S'di ku t'ankohesh, s'di ku t'bosh një ankesë, atë e di ky, pushot di. S'ka as i sen, as i lloj drejti nuk ka fshati. As flet, as i gje. Nuk e pyet njeri si përfundim. Ama votën në fund, Votën të gjithë në rresht. në rresht, po vaki, edhe në rresht jo, po i merr vetë, nuk i pyet. Po si i merr vetë? Po i merret marrë me i ka, se unë kam qenë komision vit për vit aty. Sa e gjem ato zgjedhje? Vit për vit. Tani e ka vendosur që nuk votoj fare. Nuk votoj se s'ka perspektivë. Për çat vet. Logët të kam poshtë lartë. Po S'ka. të votove do jetë më keq? Ma kej dhe jetë. Ma mirë ti mos u lohë në kamp. Qa do i thoje kryeministrit po ta kishe këtu? Ka qafa? Kryeministrit unë do t'i thosha që hajde shikojnë vend terrenin, nuk du ma si sen, ky fshat është shumë punëtor, do rrugë, drita, ujë. As i sen djetë. Vitë shikoj këto plugimet, plenat, çmimet, malli janë vetëm për tokë, e merë domate me 500 lekë, se kam t'ju në televizor, 4.000 lekë në Tiranë, këtu po marrë e për qitë. Ku s'ka shtetë? Pra ju nuk shisin do domatën në Tiranë? As domatën, as fikun, as kumblën, që të As keni pika grumullimi? Ku e në piket e grumullimit? Piket e grumullimit i ka hajdu të vetë. Ku shajdut po? Kryeministri, të 2 palë vetë i kanë. Po marrë e fshati, për të marrë palë cizme nuk po i blejnë dot,
për të vetë punë. Po, Në ditë shiu si bëhet? ditë që ju mos ma keqë, edhe kur ka nej vdekje, nej fatkeqësi, me njëri tjetri bashkojmë, për kemi të mirë se shkojmë me njëri tjetri fshatrat, në krah. Bili se remi, nuk për në vinë kohë dimër. Nuk nëse i disi. Sa khot nuk futemi dot. Është kej, është turp, ta përmendës. E dhimbshme. Po, E dhimbshme. që të themo? Faleminderit. Ju falenderoj. Faleminderit, siç e the fjalën, kështu do ta çoj. Kryeministit vita shikoj vendin këtu. Dash për drita, dash për rrugë, edhe ato që vinë për fushat, ballukje, çka janë ato tjera të se ka filluar në kur bëj fushat si pedeja në Peseja me simpatizant 6 veta këte, 8 këte, as orientohet fshati, as lajmërohet, ajo për të mirën në fshatit. Të dy palë i lika. E Po, dhimbshme. janë motër vlla. Faleminderit, e dhimbshme. E dhimbshme. Miqtë mi, do kemi vetëm një ndërprerje të shkurtër publicitare. Shive kam shumë banor, do t'i dëgjojmë në pjesën e dytë. Rrugu i drita, si 91-shin të njëjtat kërkesa, e dhimbshme, e frikshme. Fshati është bereqet komplet, nuk ka as koment, do t'i shikoni edhe pamjet përmes dronit që do t'a vendosim gjatë gjithë kohës, pra është bollik. Çështja është se banorët janë të varfër. Me njerë pas publicitetit. Rikthehemi miq, ndodhem në komunën e Ballagatit. Eksaktësisht në kryqëzimin e rrugëve ku janë Jasxhias, Manasufaj, Rumbullak. Po do dy fshatrat poshtë, ne i kemi banorët këtu prezent. Ata thonë ne jetojmë më kesen mes jetë. Rrugu i drita s'kemi. Vinë, premtojnë dhe kur bëjnë në një 500 metrësh rruga prishet më para se sa ndërtohet. Për shkak se bëhet pa cilësi në pak ditë dhe vetëm për fushat.